Përshëndetje gjithëve, jena këtu me video 3 dhe siç mund ta shihni këtu kam një biçikletë. Por nuk do bëjmë video biçiklete thjesht, se kjo është alamet biçiklete siç mund ta shihni. Edhe kena me bëj video interesante në një vend magjik gati, them drejtën, nga vendet më të bukura që kam parë në Belgjik. Edhe këtë video kena mundu me bë si tip vlogu, kështu që shkojmë t'ju tregoj pak biçikletën edhe vazhdojmë edhe me vlog. Zinxhira trashun e jam faz, dogna sikur ka pedal. Kerrin gjigon e jam klas, til që shpejtu në Tarzan. Kime bil buka me t'klas, si betunja mund të man. Edhe këtë video kena me qenë me këta dy palloshat siç mund ta shihni, të cilët janë Belgjik për këtë video. Tema kryesore normal që dihet biçikleta, po prap kena më ushëtit me të tre se ky është pyll, siç e keni pa në titull. Ky është pyll, jena vetëm te pjesa e parkut, që mund ta shihni këtu te harta. Ne jena te kjo pjesa këtu, po e gjitha kjo është pylli. Kështu që me qunat po nisemi në eksplorim pyll. Përpara se të nisemi me eksplorimin, vendosëm që të shkojmë bëjmë një gjiromanie rreth liçenit. Kështu që shkojmë. Okej, kemi lidh biçikletat, siç mund ta shihni këtu kena lidhë rrota. Edhe tash po ikim për të anijet. Do bëjmë xhiromanie. Ka dhe orë zugre, uj. Nara, të të më shpejt, apo jene më mirë? Si thonë? Mirë, e po të vinë nga Shqipëria, ku i kanë anijet të dera, në Belgjik, për mi thonë anijes. Qa, pa, mirë. E po vetëm të neo që unë anotë që nisëm nga për video me biçikleta, përfundojmë video me anije. Anis? Në nisëm për biçikletë, përfundojmë me anije. Arant, zhvishu edhe hidhu. Po hidhu kështu si delfin, me kokë. Qëm se bëjnë 100.000 subscriber të e Bojnë 100.000 subscribers dhe hedhem Renzi nga anija. Ti futemi kësaj pemës për poshtë. Se ka vendar shumë lartë. Po njës, tash kape apo. Unë e poshtë të ulleve quna, keni për të tyrë me i kap të ullet ashtë. Nërë ku qua Renzi. Shia sa shtë. Bravo, ne hodhe ke gjethat në kokë. Shë e ke bosi këtu. Preje, opa, surat e në gjitha. Ne ka lumë. Në sa minuta gina? Edhe 10 minuta, 12 minuta, shkati. Ata janë një ishën qëpara. Unë drova më Rencin se do të me i dhanki. Ha, shofer se të duka? Ha? Mirë. Mirë se për Japonë, Jepi pak pra, fut forcë të. Tash jam pasagjer, nuk lodhen fare. Tash vetëm shijoj pamjen. Dielli pak këtu në ra. Na futim në ai, o shofer. Sa. Ja, det är Një zarens, futi dytin. Qa do bës? Hajde. Hajde. Okej, tani që marru me gjiron ju këthym biçikletave edhe nisemi për eksplorim. Quna, e testum në asfalt normal që hes, po rrotat e kësaj duket që janë po për off-road. Shkojmë tash të testojmë mirë off-road. Vetëm shifeni ku kena ardhë, quna. Po quna, pas kena drejherë këtë ky pylli. Tashi, kena i rrugë drejt për para, dhja fusim me shpejtësi, të hecim të shijojmë, okej? O, dak, me 57 nuk kam kap dot. Me sa ishe, më dak? Ha? Me sa ishe? 58. Dhja, rracë, me 57 veç e shifsha të më hikë. Me 58 në rëshak.
Tash të tregoj pak për biçikletën. Okej, tani do të prezantoj me kamionin e gjyshujkut. Këtë biçikletë po provosh me NS, nuk ndizet. Thoni ju çau që e prish me kjo son. Jo, bo, siç ju thash, kjo kamion, kjo është me çelës. Pa çelës nuk nizet. I fut çelësin këtu poshtë, edhe e sjell. Tash ndizet siç mund ta shihni. Përveç se është një biçikletë shumë e bukur, është edhe shumë praktike. T'ja tregoj se pse. Siç mund ta shihni levën këtu, mjafton ta hapim. Edhe biçikleta palosat. Palos me dhe timonin. Dhe e kap gjithën e fut në bagazh. Kështu që unë po iki ta provoj herë në bashkë. Tani shumë t'ju tregoj dhonat e biçikletës. Është Yasion X Hunter. Me rrota 20 4.0, domethënë trasha. Si rrot kamioni, domethënë. Këtu të timoni kena dritën edhe borin, që me nes dritën. Këtu kena shpejtësinë me sa po ecim, baterinë. Këtu kena butonin që ndez me rrit marshët. Ka deri në 5 marshe. Boria Bogogja zhurm. Këtu në anë tjetër kena marshët e Shimano's, 7 marshe, plus minus. Edhe kena me throttle, me gaz dhe me thënë. Rrotullin si motor edhe ec. Mrapa ka këtë hekrin për më morë diçka deri 25 kg, më duket se është shkujt, po besoj edhe një rob dytë mundet me majtë të mrapa. Gjë interesante është ja ka ngritur ton fund si spoiler, duket shumë sportive. Ka amortizator përpara, edhe ka edhe mrapa këtu poshtë sëndilës. Do me thonë është biçikletë e shpejt, praktike se palosat, e bukur. Se ka erdhëm të jemi drejtë nuk e dim. Inshallah se na del nga Arush. Ke frikë se del Arush Arenc? Ja, Pse? jam i fort. Je i forti, Quj. bëj tregoj muskulin njerë. E ka parushën një kështu, pa. Çuna pa merak se te ky pyll ka vetëm drer, nuk ka kafsh tjetër. Na bika diellin sy, por që, si ka Renci, prap kredi parë duke. Edhe kjo ishte video, faleminderit që e keni pa deri në fund. Qofse ju ka pëlqyer kjo video, mos harroni të bëni like edhe subscribe. Qofse jeni të interesuar me bie këtë biçikletë, linkun e keni në description. Duke përdorur kodin Kings merrni dhe ulje. Faleminderit që na patën këtë eksplorim edhe bashkë në videon e radhës. Bye bye.